John Alit ish mafiozi me origjinë shqiptare që dikur ishte një nga njerëzit më të besuar të bosëve të famshëm të krimit, si John Gotti, tashmë është bërë këshilltar bashkiak në qytetin English Town, New Jersey. Ish ushtar i familjes Gambino, i cili u dënua për 6 vrasje dhe 10 sulme të dhunshme, u betua të mërkurën si antar i Këshillit Bashkiak, duke marrë një kthes të papritur në jetën e tij. Kam patur një të kaluar të errët, por tani dua ta shlyej dhe ta përfundoj jetën duke bërë gjëra pozitive, tha 62 vjeçari. I njohur si një nga argëtuesit më të suksesshëm të klanit Gambino gjatë viteve 80 dhe 90, Alit e beson se provoja e tij në rrugë do ta ndihmojë edhe në politikë. Çdo aspekt i rrugës është si qeveria, ndaj e kuptoi mirë manovrimin politik dhe intrigat, shtoi ai. Alit, i cili kaloi 14 vite në burg dhe më pas u bë dëshmitar i FBI-s kundër ish-mikut të tij, John Gotti Jr., ka qenë i angazhuar në punë sociale për të ndihmuar të rinj të largohen nga rruga. Kjo e bëri atë të fitonte besimin e kryebashkiakut të English Town, i cili e propozoi për postin e këshilltarit. Megjithse pati kundërshtime fillestare nga disa antarë të këshillit, Alit arriti t'i bindë se e kaluara e tij mund të shërbejë si një shembull për ndryshim dhe rikthimin pozitiv. Unë nuk i shman gabimet e kaluarës time, përkundrazi e përdora atë për të ndikuar tek të rinj dhe për ta kthyer një histori negative në një mësim jete, tha ai. Alit do të mbajë këtë postë deri në vitin 2027, përveç nëse dikush e sfidon në zgjedhje deri më 21 mars. Megjithatë, ai beson se ka mbështetje të mjaftueshme për të vijuar në politikë dhe nuk e përjashton mundësinë e një kandidimi më të lartë, madje edhe në Kongresin Amerikan. Jam pyetur për një post më të lartë politik dhe më pëlqen modeli i Trump. Ai bën atë që duhet dhe është punëtor i madh, tha Alit, i cili ka qenë mbështetës i ish-presidentit që nga viti 2016. Pavarësisht të kaluarës së tij kriminale dhe konflikte të vazhdueshëm me familjen Gotti, Alit tashmë është shndruar në një folës motivues, autor i 5 librave mbi jetën e mafjas dhe aktivist kundër drogës.